5 minutë shove prokurorin, 2 minutë u ktheve domethënë me thonë prezumimi pa fajësi se këto çuk da tjerë. Po, se desha ta dëgjoj opinionin e zotit Kryziu në këtë se Kryziu i ndërhyri Gashit sikur Gashi ta ndërlidhte politikën me drejtësinë. Kjo është esenca tani mas me i besu drejtësisë edhe me i besu vatan Pecit është koqa kontradiktore dhe unë mendoj... Se ko ka kontradiktore? Sepse unë vazhdoj me besu në institucionet të drejtësisë edhe ma pak vazhdoj me besu në politikaj. Pos pulësit ju ndipis që i besojnë sistemit drejtësisë. As pi besoj që bashkëpunëtorëve tu profesional me vitet e tona shumë serios kredibil, nga organizata ndërkombëtare shumë serioze kredibile, me cilat bashkëpunon ti, që e deklarojnë që sistem drejtësisë super të korruptuar, ku krejt një, jo krejt, shumica të muse kanë hi pa konkuru, nismet. Nuk është deklarojnë super të që ky sistem i drejtësisë nuk është selektiv, edhe nuk është përmarrje, edhe jo kredibil, atër mune ti e kontradiktor, sepse ti ke punu, edhe ti ke qenë gjithashtu kritik në qëtë sistem drejtësisë. Absolutisht që jam kritik. Pra, ti pidu, ama pëse pe qëtë krasimin, pe qëtë e Faton Peci... Ti e qite, ti gjitha ato akuza i bane që drejtësia në Kosovë po liun politikisht me figurën e Faton Peci. Oshë selektive dhe oshë karo pre e lojës politike fatkesisht. Oshë dyshimi, o dyshimi indikacionet në analizën të me ushojnë që është e luato. Ka dalë dy me të një ka Dallon se s'është ministër i jashtëm. 2-3 situata ke. Mas pari deklarimet e Donika Gërvallës janë ndërhyrje edhe janë për të ardhur keq që qysh një ministre në detyrë tash, po deputete e trajton drejtësinë edhe i qasë drejtësisë nga pozita pushtetit.